Matematika. Hej miq, sot do t'i mësojmë stinët e vitit, pranë vera, vera, vjeshta dhe dimri. Të mësojmë më shumë për dimrin. Në dimër është shumë ftohtë sepse bie shumë burë. E çdo gjë bëhet e bardhë. A i ndërtojmë një dordolec me borë? Po i marrim 2 topa me borë? I vendosim një mbi një? Tani ja vendosim syt? Këtu po ja bëjmë gojen. E marrim një karrot për t'ja bërë hunden. Dhe në kokë po ja vendosim një kapel. Për fund edhe një shallë të vockël me ngjyrë të kuqe. Sa i lezetshëm u bë dordoleci. Çka mund të bëjmë tjetër me borë? Mund të bëjmë topa bore dhe të gjuajmë njëri tjetrin e të qeshim shumë. Kur bie shumë borë, mundemi edhe të skijojmë apo të rrëshqasim me saja. Tham se në dimër është shumë ftohtë, prandaj duhet të veshim rroba që na mbajnë ngrohtë. Pantallonat, veshim xhemperin, mbi xhempere veshim jaknën, në duar i vendosim dorëzat, në kokë e vendosim kapelen, në qafë e vendosim shallin, i mbathim çorapet e trasha dhe çizmet që të mos na lagen këmbët. Kështu do të jemi të ngrohtë edhe kur bën shumë ftohtë. Pas dimrit është pranvera. Në pranverë vinë zogjt e kur e dëgjojmë cicërimën e tyre, mbushemi plot lumturi. Bari bëhet i gjelbër dhe qelin lulet. E fluturat ndalen për të marrë erë. A i bëjmë një buqet me lule? I marrim disa lule roz, disa të kuqe, disa të kaltra e disa të verdha. Sa i bukur u bë buqeta ngjyra. A i mbjellim edhe disa fara që të rriten e të bëhen pemë me fruta? Një, 2, 3, 4. I kemi mbjell farat. Tani po i ujjisim dhe pastaj duhet të presim deri të rriten e të na japin shumë fruta të shijshme. Po çka të veshim në këtë stin? Tani që është pranverë, nuk kemi nevojë për shallë, kapele, dorza. Na mjafton të veshim pantallonat, bluzën e një xhaketë mbi. Vajzat mund të fillojnë t'i veshin fustanat e bukura me lule. Tani mund të mbasim patika e sandale dhe të vrapojmë lehtë në natyrë. Pas pranverës është vera. Në verë është shumë nxehtë. Dielli na ngroh shumë e ne kërkojmë mënyra për t'u freskuar. A freskoheni edhe ju duke u larë në pishinë? Hajde t'i vendosim edhe lodrat tona në ujë. Pata, mocja, lepuri. T'i gjuajmë edhe disa topa me ngjyra. O sa shumë po kënaqemi. Vera është e mirë sepse piqen shumë fruta të shijshme. A ju kujtohen farat që i kemi mbjellur në pranverë? Tani janë rritur dhe janë bërë pemë me fruta. Hajde t'i mbledhim ca fruta. Kemi qershi, moll, dhe dardhë.
Mund të bëjmë edhe akullore frutash. Po e bëjmë një roz me shije dredhëse. Wow! Dhe një tjetër të verdh me shije bananeje. Le t'i zbukuron pak. Asa të shishme duken. Në verë është shumë nxehtë, andaj veshim rrobat e lehta me ngjyra të qelta. Veshim fustane e majica me pantallona të shkurtër. Tani e kemi edhe një stin tjetër. Është vjeshta. Në vjesht fillojnë të bien gjethet, shpesh bie shi, prandaj kur shkojmë diku e marrim nga një ëmbrell me vete. A i dini çka del pas shiut? Del ylbiri. Ky është ylbiri. A i mësojmë ngjyrat e ylbirit? E kuqe, e portokallt, e verdh, e gjelbër, e kaltër e errët dhe vjollc. Kur ndalet shiu, nëpër gropa mbetet ujë. A doni të kërcejmë në ujë? Në vjesht, veshim bluza e pantallonat dhe një jakne sepse koha fillon të ftohet. E kur bie shi, e marrim edhe ëmbrellën me vete. A i mbajtet mend cilat ishin stinet e vitit? Pranvera, vera, vjeshta dhe dimri. A i vendosim dorëzat në pranverë? Jo. E në verë? Jo. Dorëzat i vendosim në dimër. Kur vinë zogjt? Në pranverë. Në cilën stin bie shumë shi? Në vjesht. A lahemi dimrit në pishin? Jo, është shumë ftohtë. Në pishin lahemi gjatë verës. Kur çelin lulet? Në pranverë. A e ndërtojmë dordolecin në verë? Jo, sepse nuk ka borë. Dordolecin e ndërtojmë në dimër. Në cilën stin nxej dielli më së shumti? Në verë. Kur bien gjethet e pemëve? Në vjesht. Në cilën stin shohim flutura ngjyra? Në pranverë. Kur mund të veshim majica? Në verë. Kur e përdorim ëmbrellën më së shumti? Në vjesht, sepse bie shumë shi. E çizmet, kur i mbathim? Çizmet i mbathim në dimër. Hajde t'i përsërisim edhe një herë stinet e vitit. Pranvera me zogje me lule, vera e nxehtë me diell, vjeshta me shi dhe dimri me borë. Unë u kënaqa shumë sot duke shëtitur në përstin. E në videot e ardhshme do të mësojmë edhe shumë gjëra të tjera. Mirupafshim!